Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot do përgatisim bashkë një pije e cila ju mban larg virozave. Këto ditë ne po i kalojmë me virozat e stinës dhe kjo është një nga pijet që më ndihmon vërtet. Qëndroni me mua ta përgatisim bashkë. Ju duhet një filxhan ujë i ngrohtë, një lugë gjelle uthull molle, një lugë gjelle lëng limoni i freskët. Që kjo recet të jap rezultat duhet që të gjithë përbërësit të jenë të mirë, duke filluar që tek uthulla e mollës, e cila është një përbërës shumë kryesor, po ashtu dhe lëngu i limonit që duhet të jetë i freskët, por kjo nuk është problem pasi limona të mirë dhe të freskët gjejmë në treg. Një lugë mjalt të mirë gjelle, gjithashtu edhe mjalti duhet të jetë cilësor dhe e përziem derisa të tretet mjalti. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Ju ftoj të hidhni një sy kanalit dhe nëse recetat ju pëlqejnë, mund të bëni subscribe. Kjo është gati, unë e konsumoj në mëngjes dhe në darkë pas buke dhe më zhbllokon vërtet. Pres përgjigjet tuaja në koment se çfarë përdorni ju në raste të tilla në mënyrë natyrale.